tash, unë me do që nuk kem konë bashkë. S'është lidhja ajo që e kena pas. Thjesht kena pas për që për lidhje. Tjetëri njohje dhe okej. Po pavarësisht. Kesh ullër aty, edhe atërë ull afër me e njëherë. I have called. Me stil. Gjon. Unë e disha që ka të më shfrytësu. Po dhe kur shtrimit ju ka gjujt në qafë, po vetë dëshirën e këtina. Kesh ullë vesh këmë vetë në pranë. Erdhafër. E bona gabimin, e qova në komë, e qova në këtë lartë. Vesh më bonin trujër klik edhe vesh. Ma mermejtja që ta nëzirë. Të ta nëzirë. Kanë qenë disa banorë, ka ona tjetër që e kanë konsiderua gjest si revenge, dolce. No, sa idiota u keq përdorin këtë situatë. Kur njët nuk e kom pas me tendencë, këtë mënyrë, nuk je ti ai. Por njët. Pastaj s'ke qartë t'i kthesh, edin. Se dolce mu, kur gjonë më ka bo për një këtyne që është. Po, edhe në qofë se më kish bo t'i qka. Edhe në qofë se më ka bo, unë nuk e kështë. Sa të poshtër, Unë e di dolce, unë e di që dolce janë Grande Fratello, e ka thonë që s'kom interes, e ka bo dhe publikisht se s'kom interes për e ta. Unë normalisht jemi lirë me po qka du me kondu në këto randë. Qofë se lejohet për partis tjetër, kuptime. Po prapë se prapë unë si njëri, unë e ndina shumë keq se doshta mu me dolqa me keq kuptu shumë, me thonë, hej, ti deri sot ki pas ndjenja, tentojshe me bo, e mu rebashku bashk, e tani këtu gjeste. Dolqa ti ke pasa njeri që kupton, është, po t'ke qënë thjesht s'ken këshu kot, fan, ajo dhe kuptoj, ama se kuptoj tjerët pëse du me ke që përdorë për këtë rast, se ju jeni në moment e kupton si duat. Unë thjesht e shokit, unë thjesht e kom pa gjest si show. A do në show? Dhe s'duke show. As në tjenja, as kur gjë nuk kom përbi, njone pas kush këto me në pirme shkoj, dhe se na kretë e dim se që është bia. E ka stilin e vetë, nuk e para gjikon. Në Ardit i bon batuta tjera. Ardit e ka bo 10 minuta më pare boni me të. E prandaj na kina kesh edhe i na doli është me pi cigare. Unë Arditi, është nivelli asaj i batutës, e di. Po kush po ta keq përdor? Për kuriozitet vetëm me e kuptu kush nga banorët është në gjendje me keq përdor. Jasmine, Gabinoti ri, edhe Hygjerta këtë. Edhe Hygjerta e ke që interpretoj kështu? Revenge? Tha pse e lejove ti marë. Tha ti ki mujtë mi thonë step back. Unë edhe thash, mos e bo. Kur për qef ke ja bëj shoni kështu kamirës dhe Arditit mas. Tash gjithë ne kemi pa që ajo është nivelli asaj batutës, edhe ne e dim shumë mirë, edhe thjesht batutë. Unë veç thëmë, inshallah nuk merret për të ketë që kësën se a di që shyrova peshmone që bëna qa gjithë. E dukesh, du t'ka i komplet ftyra e Pastaj unë mendova se mos ishin nga këta banorë që rrinë afër, se sa për Jasmine edhe Labinotin e ri, ata kështu negativ janë. Me gjithë janë kështu. Unë veç e kam bu në dolqës. Nuk du unë me menu dolqa që unë e kam bo këtë qest me tendencë të keqe ose me për hakmarrje fix. Ja ti si e tipi tillë, dallohesh në ajër që nuk e tillë. Se edhe dolqa shembull, rre me lëndrimin, shkon pishim me lëndrimin, nëse me lëndrimin, edhe unë kisha mujt më përdorë pse qysh e tek. Edhe rrim për çap, po s'është gjë. Mu nuk më pengon e epi, se ka shok krim rregull. Po edhe në qoftë se ish, edhe në qoftë se ishim konë bashkë në lidhje, mu nuk më pengon kësan, pse se kjo është në lojë këto mrenda, letë banë që ka ti ka qef shpije ki vetë se nuk mu jenal, joni nuk mu jenal kërkush. Vetë përputhe rrugët, po tjetë të thëmë. Njeri u vetë ja të Ola po qele. A pi qelë 2 dritoret. Dhe këta tashi me keq përdor situatës. A do në mdejë, se... Po, më dali, se dhe unë isha për jashta. A ka ujë për jashta, apo i kam në koma?
siklet, nuk e di e pova vetëm pas hyre. Ore, unë të shoh, edhe je zverdh, edhe je skuq, edhe tanat. Do të marrë një natyral, para se kështu? Do të bësh ndihesh mirë, kështu pak sheqer. Prit, veç pak. Për zotin mirë, valloj. Okej, marr për vete. Për vete, marr, okej. Ta kisha marrë një. S'mi ka dhënë. Jo, ka shpërnda juve të mjatë. Të rëstes, po ka edhe një. Sa fort. Qaj super ideje. Këtë mes domës së prek njëri. Thank you. Për ta dhe zimije një është tonë. Ja se po e hapë edhe unë aty, s'është problem. E ke çakmakun? Pet. Ka dole se... E piva tonë dhe në duket kështu. Për ta ndezë këtu pak më mirë. Ua, së në bëjnë sytë. Në blokun sytë. E prishe më jarë bakë. Që e qaj Si di, bone? okej. Ke më qaj bone cigare, se... Cigares që a i bëj, imagjino njeriut. Ore, Po, unë e kom dru. I pari veli jam kom. ku ndodhi këtu? A, ndej. Këtu ishin Jasmine, gabinoti i Gjeta. Është niveli asaj batutës, po dhe ajo pak duhet me ditë pak limitin. Se ajo e din rastin tonë. Unë në fakt, realisht, si Edi, unë komita dhe me stopovish me kam e thonë ik. Po. A mba dhe ti e ke pas kuadrë batutës? Unë adin qësh... Unë adin për çka e kumbo. Show. Ta thëmë sinqerisht. Po. Show. Ti është kot, Kamera, show. batut, show. Shumë, shtu, adin me Si situatë teatrale. Për kot, jo. A mu? Ka njerë e bën gabimin edhe atëre me nërë. Ashtu në të zbanë. E bukra është këtu të shëti edhe pse e ke bo për show, prap e dje vetën keq. është gjë shumë e bukur kjo. Unë nuk di... Edhe pse s'ke faj. Edhe pse nuk jam bashkë me ta. Unë di që s'jam lidhe me dalë, na thjesht pëlqem edhe njohje kena pas. Edhe do që ka pu me dje, edhe publikisht e ka thonë, s'kom interes, apo du me najnë distancë, e ka thonë vetë. Edhe në Grande Fratello e ka thonë, jo me një, e kam një pëlqim, po s'është diçka interesante. Po prap se prap unë indi nga kreq. E lemu mu pakon bashkë. Ajo prap edhe të lejon nga pak afër. Ha? Ajo prap, se e pashtë momentet e kërcimit, që të lejon të afrimitetin. A do ullëdan, tash edhe mune është ta mundët me në përngu që jam pëlqe me njojë me to që pavarësisht çfarë raporti ka me lëndrimin e Klodinin është super djem. Mu pëlqejnë ata shumë. E kanë energjinë e njëjtë, e kanë vibe-in. Po territorialiteti e bën vetën. Edhe mune është ta më pëngon që një jacuzzi të fred bashkë. E mune është ta që s'më kanë thirë. Ullëdan. Por si ako marë për të madhe. Shnash, nuk i qa... Boja, s'ki qa ka që... Po që ka dush? Po edhe mu pakon bashku. Unë e kur s'kisha mujt me në... As, s'bjen shpreja me nana, përdin. Se as nuk e kish liru në me nanës, a vëdhen. Unë asaj e di qërë i thash për ty, i thash shumë për ta vlerësu të një mashkull shqiptar i trojeve tona, i thash, se i thash ti i ke parë se si funksionojnë meshkujt atje. Po një mashkull që kur e pëlqen një femër në trojet tona, edhe pa u lidh me të, ka xhelozi dhe territorialitet, edhe prapa i përkundrejt xhelozisë që e ke parë që ka kërcy me tjetër atje edhe pse s'ka faj, sa ti është me ta thonë. Ti prap nuk i dhe pesh. Edhe ka përrejke, ato gjona kredi kom po, po nuk ja përdorën. Unë e di që të kam pengu, po s'ja ke përdorë, për me i lënë rrugë, që prap njifeni. Po, unë i kom thonë në kësaj gjëre me dolë që unë nuk e shoh mu.
për ka perspektiva jeme, që shë unë e këtë situatë, që shë kom analizu, për mu nuk ka më sens logjike me vazhdu. Marë kam paru ndollë që mënyrën si ballafaqohej me ty, nuk është se kishte diçka që ajo po ta bllokonte përfundimisht, thjesht po të teston bot kuptimin tënd. Dhe ti, a do kujtosh kësaj radhe me shku për mbrapa ashtu, siç ka qef ajo pak vëmendjen mashkullore, apo jo? Une për qef, në qoftë se, mu më pyt, Edi, qa ki qef ti, unë aty shatë thonë. Me majt në kran 24 orë që shto qef. Po në di që dollë që nuk ka qef aq shumë afirmitet me pas. Edhe, pse për thëmë në këtë sanë, unë nuk e di kur është boll për ta, e kur nuk është boll për ta. Po prevoje njërë ta te prosh, që ta kuptosh kur është boll. Po qaj fakti mua të në pengon edhe më ftof, se thëmë, e pasna te pru. Qatë sanë e kam unë shumë problem. Se ftof në thëmë, shit, e pasna bu një gabim. Edhe me njerë ftof në thëmë, ma mirë t'alo, pro. Abdil mos t'i afrone mu që kaqë. Dhe më mirë një gabim të ajo, se sa thjesht disa çështje teatrale. A di natë që u patë më shef labinotin aty në garderobë. Pam. Kur pa dalë për garderobe, unë isha me dalë që më të flejt në gjohë. E kom një shprehje të saj, e kom një fjallë që u kon një mesazh indirekt, po edhe direkt. Ka thonë, mendova që u liru shtrati labinot. E dëgjuam, e the, po. Ta ka thënë kështu me politik, që fjala pa me të lëndu. Dhe me këllem rahat. Se kom qef me kredit. Po s'ka problema ma i vogli është. Unë atë sanë as nuk e diskutoj. Qa mendon ti që ka ndodhë, që thua që ka ndryshu, që ku ka ardhur andi? Informacioni nga jashtë prej që u dalë pikturit. Mendoj që ka një në gjohë, ka po diçka. Për ty, apo? Për mu, ose për vetën, ose... Në është edhe arsye pse u karrën me lëndrimin edhe Klodin non-stop? Nuk i dihet. Është një pikpyetje shumë e madhe, shoftë ty. Nuk i dihet. Po unë nuk jem kur gjë kundra. Unë e qoj me dytë mirë, me lëndrimin edhe me Klodin. Ambasaj prapë i pëlqen kur e ngacmon. Asaj prapë i pëlqen kur e ngacmon. Avash tani. Ne, thëjke, sot gjaditës do më këqyrke, e këqyrshone, keshke, këqyrke për toke, ku i afroj, thëjke, jo. Pse? Sa bukur. Pse, pra? Jo. Pse jo? Nuk e di. Knej ngacmo, po knej jo. Halon nuk e kom arrit, pas... Me zbëfy, e kom lon këtë sënë, që më ka du me dumoni, më ka du me vazhdu lojën teme. Kjo ka thonë publikisht, edhe e ka vepru publikisht që unë jem ka shoh që ashtu që s'ka sens mu. Mos e shi fakt na ka thënë ose ka thënë publikisht. Ti ndi që si ta ndjen ty kur ja afërmata, se si që ndjen ti, ndjen beso edhe ajo afirmitetin. Në rast se ti e ndjen vetëm bukur kur e ngacmon, beso që edhe ajo e ndjen vetëm bukur kur ti e ngacmon. Ajo nuk më ka ngacmu kur. Në mënyrë afirmiteti trupor. Normalisht. Ajo do mbaj qëndrimin e vetë. Ajo është e bukra, një femër që... Po shumë okej, po as. Unë nuk jam marrë për dopsin që ose afrohet bra jo. Unë nuk jam përdori për të kesh me thonë, që kjo merë dhe tash unë e pëlluj me ta jo. Si jam braun asë tipi. Mu në qofse mu... Ty qartë tërhesh një femër që më njërë të dërzohet në kuptimin e bukur të fjallës në afirmitet, apo një femër që i mban qëndrimin pak vetës? Unë thjesht në e rast për njëmi rast e vish një herë me e bo. Adin më përshafu dhe mirë se në i surprizë të vogët të shka. Të ka ardhë, unë e kam parë. Po ndoshta i ke harru këta momente, se jam gjëra që harrohen. Javën e parë, po foli për javën e ditë. Kur i ku ajo në Big Brother, pas javës dytë? Javën e parë, unë e ka njerë gjatë ditës kur janis e kur flesha në dhomën e ndajes, që mërë adin ka pak gjumi, e kisha kapelin kështu. Edhe ajo të vinte. Dhe kjo ma hete kapelin, po të ato gjeste mu, vëllën, jo një shumë mirë që mi ka Po ti, aja ke bërë paralelisht? Vjen shpreje. Se ajo e përdori pak atë shprejen që Edo nuk vjen shumë për mbrapa. Edhe ndoshta, ajo përdori shprejen që nuk i shkon shumë për mbrapa. Edi nuk i shkon shumë, shumë gabim është.
Ajo edhe bile flajke ma herë, shkoj kënë dhomë flajke, unë e shkojsha, qësh është në gjëmë, kretë ka dole, po thësha, që tash po vjedhone, edhe shkojsha. Po në mua betë si ke qënë, a ke qënë tipi që ke pytë për gjërat e veta? Far, zero. A di pse? Pse? Që këtë diskutim, u konë në është ta problemi maj madhe, që neve në ka shkaktu që kjo distancë që e kom unë me dolqin. Sa jo nuk do thjesht i mashkull që rinë afër Nuk e di pse, unë qaq pëlqim, qaq afërmitet e qaq ndjesit madhe kom pas me të, që unë nuk e di as vetë pse, nuk jem konë në gjendje me pas një muhabet të pastër me to jashtë lojes, me pyet për gjona private. Po edhe që a kom vrejt është që a ki po prom që ajo ballë për ballje që ka ndodhur në dhomën gaming. Cila ballë për ballje që ishim? Po për ballje që që hina unë me dolçën ballë për ballë. Po. Atë në gaming që hina. Unë kur të mendoj e du me fol diçka nëse më ndërprejnë mu dikush gjatë fjalimit ta mu mbupet krejt atëherë që kom pas me fol. Mu me epke Alaudini fjallin, mu me epke Edi, qështu qa po mendon, po gjyke dolqa me njëherë. Unë e kom shumë mërzi që ashtu se edhe nervozona shpejt se so ka ma len fjallin mu, edhe që i harroj atëherë qa deshta me thonë. Edhe je tip që si e që shprehsh, se zakonisht meshkujt e kanë këta që nuk shprehen shumë. E sidomos une, që jem shprej me një farë mënyre në televizion që kur unë më parë, kur në kom shfaq këtë unë teme. E kjo është diçka shumë e rej për mu. A bëdën, shumë është problem. Unë nga jashtë, di si e shof, edhe pse thash në Prime, kur u bë pauza, ky është momenti më real në një qift, ndose në dy njerëz që njifen, se ne gjithë e kalojmë këtë, edhe pse se pranoj njerëzit. Gjithmonë kur fillon njifesh, ke hiperplasje fillestare, bum. Unë e dua këtë, unë se dua këtë, më pëlqen kjo, më s'pëlqen ajo. Vup, largohesh pak, edhe këtu është tani faza e testit. Sa e madhe është dëshira, pëlqimi njëri tjetrit. Në rast është e madhe, ju vetë bashkoheni avash. Po, qërë... Vetë-vetiu, pa i thënë njëri tjetrit. Dhe unë e shoh që ju pa e bëni këtë tani, me ngacmime të lekta. Se dita parë tani s'do jetë, wow! Normal. Nëse do ke diçka më shumë, bas nesër diçka më shumë. Shumë okej. Po, a di që është sami? Urdhra. Na me shkojt sidomos na, ka Dugagjini, rrofshë Dugagjinit, une sidomos që jena në zemër Dugagjinit, na dej dikun mundëm me hek burnin, edhe krenarin. Po është edhe një pjesë e vogël që nuk mu je hek, nuk i shanca me hek që na i na rrit që ashtu, oj Alb, na i na rrit që ashtu, na nuk jena tipa evropian. Unë jam krejnë regull, jam rrit në Zvicër, jam linë në Zvicër, i kum kry shkollimet në Zvicër, diplomimet, krejt okej. Po unë jam rrit shumicën e kohës, jam rrit në Kosovë me dallaveret këtuit, me budalakinat Kosovës. E si funksionojnë meshkujt edhe gjithë. E rrethi jem është i tillë. Na jena krejt qështu. E për që ata unë e kam, mund është ta më vjen, muj me thonë, marë, mu shprej, mu artikulu me fjallë, po mu marë nështë ta nuk më vjen mu shprej me afirmitet, kemi, që aty nuk o marë, po mu më vjen marë mu shprej që mendoj që mu s'po thom në i sant gabim, që mu e lendoj personin fjallë, apo kupton? Se unë jem shumë i nishëm, se unë e kom këqyrë dolqen si një objekt, what the fuck, si një krijes shumë të ndishëm. Unë e kom provu në çdo mënyrë, në çdo aspekt, debatit, ose kur falë që kur dojsha mi thonë diçka, mundojsha mi thonë me sa ma kujdes, për mos me lëndu, ose për mos me keq kuptu dolqja, apo kupton? E qajo mu më ka shti, mos më shpresh lirë. Gjithë këtë ne kuptojmë, se ka shumë meshku që janë tillë, edhe ose unë e kam vëret e ty, beso dhe që tjerë ka vëret. Ti është dojë që e ka pak këtë pjesën me kuptimin, po ti tani, sa bukur, këtë ndjenjën që e ke, që ajo futet vetë në jacuzzi, me lëndrim, me klodin, edhe pse s'është gabim, po ti e ndjen një lloj ndjesie. A ja ke shpreh? Jo, fare, jo, besoj se më shpreh në këtë gjë. S'jam bërë.
Kur ne femrave, shembull që që i kuptojmë gjërat, na thot një mashkull, mu nuk pengon, ama ta di shumë do ndihem kështu, ama nuk më pengon. Ajo aty do kuptoje se sa ti je brenda asaj, e para, e dyta. Me nis nga pak dolçe, jeta, gjëra. Po nuk mu ja thomën ato, Alba, për deri sa unë jam njohë jem e to. Edhe nuk kom pik, nuk kom qësh më thonë. Faktu ishte fazën, për ta thënë drejtën, gjysëm njofje, gjysëm lidhje. Se rinë të shumë afër njërë me tjetrin. Javën e parë. Njerëzit kur janë njofje nuk rinë në skop, apo ja? Javën e parë. Se ndryshë është fjalla publikisht që përdoret, për realiteti e dim. Unë e veç një sanë, e kom në siklet shumë për momentin, deri të premten, unë s'di qësh me mshelë synin me bo gjumë, besom që jem shumë siklet. është fakti që është seni, që ai gjesti që ka ndodhë ma herët, i thom, inshallah, nuk e mendon dolçat që ja kom bo prej natja për revenge a për nej gjo, kur njët. A dy që rukon që e moment për mu. Perdët, zdi pse e kom bo, e kom reflektu masanej, edhe kom thonë what the fuck. Unë të jap fjallën nga ana ime, në rast se vjen momentin prime që del ajo gjë, unë do i them nga ana ime, 2-3 fjallë dolçes. Kuptimin e kësaj gjëjes. Jo t'i them se çka ka fol Edi me mu, në kuptimin e reflektimit, në këtë pjesë në rast se dolçe e merr pak më kështu, që është edhe në drejtën asaj, rast se e merr. Normal. Se do ketë edhe ajo ndjesit e veta. Sa ajo bëj llogari ka pas ndjesit në rast se Eli është afru te ju, që s'ka bërë çështja aq ekstreme sa. Ore, e kom pas një muhabet me Elin një javën e parë kur patëm hi. E kom pas në fakt jo një javën e parë, por për 28 nëntor, jo për 28 nëntor, po do ditë para se me qenë ato provime që i mojshin për me mësu flamurin himnin. E kena pas një ditë mu vesh, a din ku që zi vetë. Edhe shkopën në garderobë. Që the